Larja e borxheve. Të dashur miq, e thyrën pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në Medinë për të falë një namaz të xhenazës të një besimtarit, vepër mirë, namazli dhe krejta të mirat që t'ja falë namazin e xhenazës, sikur ishte edhe traditë. Ai i rreshtoi njerëzit dhe u kthye ka njerëzit dhe pyeti: "Njerëz, i ka ky njeri dikujt borxh?" Ju paraqitën dikush dhe tha: "Mua ja Rasulullah 2 dinar." U largua prej rendit dhe prej safit dhe u nis prandaj. Tha: "Falnja vllaut tuaj namazin." Ebu Qetade radiallahu anhu e çoi zërin: "Ja Rasulullah, unë e marr përsipër borxhin e tij, mos u largo." U kthye: "E merr përsipër borxhin e tij?" Tha: "Po." Ja fali pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam namazin dhe shkuan njerëzit. Në mbrëmje e takoi Ebu Qetaden pejgamberi Allahut dhe i tha: "O Ebu Qetade, çka u bë me borxhin e njeriut? Çka u bë me 2 dinarët e tij?" "Ha ja Rasulullah, në mëngjes ishte ajo, do ta kryej inshallah." E la. Nesrit në namazin e sabahut e pyet: "O Ebu Qetade, çka u bë me ato 2 dinarët?" Ebu Qetade i tha: "Ja Rasulullah, i kryta mbrëm vonë." Filloi të buzëqesh dhe tha: "Tash njeriu e ke rahatuar në varrin e tij." Të dashur miq, kujdes nga borxhi huaj. Selam aleikum.